Ke udhëtuar çift pasi e bërë prind? Janë ca gjëra që nuk të shiten dot ndonjëherë, kur ka qenë djali akoma më i vogël, e lam me temperaturë ndërkohë që biletet ishin prerë. Atë mëngjes që ne do niseshim bëri një temperaturë shumë të lehtë, por nuk e mendoja që sapo mritëm atje, situata ishte agravuar goxha në temperaturë. Dhe ato 2 ditë që kanë qenë atje, unë kam qenë 24 orë në telefon. Domethënë, ishte pamundur ta shijoje dhe e kam kaluar shumë vonë këtë gjë. Gjithkohon jam munduar që gjithmonë t'i marrim pastaj me vete. Edhe kur Elona po fliste, kur i mbajnë vjera, mami, gjyshëri domethënë, të paktën ato momente që je, është e mira që të merresh, sepse me thënë drejtën kemi parë plot në jetën tonë që kanë gjyshërit ose dikën që kujdeset dado, i shikojmë nëpër lokale, po as nuk merren prindërit, po është dhe dadoja me vete. Domethënë, është dhe kjo mënyra tjetër e prindërimit ku ti dëshiron të bësh gjatë gjithë kohës se të rrish rehat, je i lodhur, profesionit të ka lodhur edhe po merret dikush tjetër me fëmijën.